Përshëndetje nxënës së dashur. Sot vazhdojmë me njësinë e re mësimore dhe me këtë njësi përfundojmë me temën 5, ekologjia. Njësia e re mësimore është zbërthyesi sa profitet. Qëllimet e kësaj ore mësimore janë të mësoni se çka janë zbërthyesit, si quhen ato zbërthyes, cilat organizma janë zbërthyes, si ushqen zbërthyesit dhe cila është rëndësia e zbërthyesve. Po, para se të fillojmë me njësinë e re mësimore, të rikujtohemi në atë që e keni mësuar deri më tani për zinxhirët ushqimor. Në natyrë, organizmat e gjallë janë të lidhur me njëri tjetrin nëpërmjet të ushqimit, varet se cili organizëm me çka ushqehet. Lidhja e këtill ndërmjet tyre quhet zinxhir ushqimor. Çdo zinxhir ushqimor fillon me prodhues, bim, vazhdon me harxhues, shtazë, bar ngrënës, mish ngrënës dhe gjithçka ngrënës. Sipas mënyrës së të ushqyerit, organizmat e gjallë ndahen në prodhues dhe harxhues. Prodhues janë bimët, harxhues janë shtazët. Ja këtu kemi disa shembuj të zinxhirëve ushqimor. Në shembullin e parë kemi një zinxhir ushqimor me 3 antar: misri, miu, bufi. Në shembullin e dytë kemi një zinxhir ushqimor me 4 antar: karota, lepuri, dhelpra, luani. Në shembullin e tretë kemi një zinxhir ushqimor me 5 antar: bari, gjinkalla, pretkosa, gjarpëri dhe shqiponja. Çdo zinxhir ushqimor fillon me prodhues, bim, vazhdon me harxhues, shtazë. Në shembullin e parë kemi misrin, prodhuesin, në shembullin e dytë karotën, në shembullin e tretë barin. Antar të fundit të zinxhireve ushqimore të këtyre shembujve janë bufi, luani dhe shqiponja. Tani vazhdojmë me njësinë e re mësimore, zbërthyesit sa profitet. Çka janë zbërthyesit? Ato janë organizma që e bëjnë zbërthimin e materjes organike, mbetjet e bimëve, kufomat e shtazëve dhe gjithë organizmave tjerë. Në këtë mënyrë ato fitojnë energji duke u zbërthyer. Të zbërthyesit bëjnë në pjesë skrajat e shiut, kërpudhat, myket, larvat të disa insekteve dhe bakteret. Po çka ndodh kur ndonjë antar i zinxhirit ushqimor vdes? Atëherë, ato zbërthehen nga disa mikroorganizma toksore që fitojnë energji duke u zbërthyer. Zbërthyes tjerë janë edhe skrajat e shiut, kërpudhat, myket dhe larvat të disa insekteve. Këtu kemi fotografi të skrajave të shiut, kërpudhave, mykeve, larvat të insekteve dhe të baktereve. Si ushqen zbërthyesit? Zbërthyesit ushqen me materie organike, konkretisht me mbetjet organike të organizmave të cilat kanë përfunduar proceset jetësore. Zbërthyesit prodhojnë enzima, megjithatë, shumica e zbërthyesve nuk kanë organe digestive. Po të shohim si e bën zbërthimin myku i bukës. Myku i bukës është i ndërtuar nga pezë të holla të quajtura hife. Hifet prodhojnë enzima që e zbërthejnë amidonin dhe proteinat e bukës. Gjatë këtij procesi krijohen molekula të vogla që mund të depërtojnë në hife. Këto molekula të vogla myku i shfrytëzon si burim të energjisë ose përritje, duke krijuar qeliza të reja. Në fotografinë e parë është paraqitur me vizatim zbërthimi i bukës. Hifet pejzore depërtojnë në bukë. Hifet krijojnë enzime që zbërthejnë amidonin e bukës në sheqer. Hifet e shfrytëzojnë sheqerin për ushqim. Në fotografinë e dytë është pamja mikroskopike e mykut të bukës, foto të cilin e kemi realizuar me mikroskop digital më herët në shkollë. Rëndësia e zbërthyesve. Zbërthyesit bëjnë zbërthimin e kufomave, mbetjeve të materieve organike, përfshirë këtu edhe fekaljet shtazore, që pas zbërthyesit do të grumbulloheshin e do të shtresoheshin në tokë dhe asnjëherë nuk do të mund të eliminoheshin pa ato. Për
Për shembull, skrajet e shiut e bëjnë zbërthimin e gjetheve të rëna në tokë. Molekulat dhe atomet e gjetheve mund të shfrytëzohen nga bimët që rriten në tokën humësore. Skrajat e marrin energjinë nga gjethet e rëna, shpendët dhe shtazët e tjera ushqehen me skraja, duke siguruar energji për nevojat e veta. Mishngërënësit do të ushqehen me shpendët dhe kështu do të vazhdon zinxhiri ushqimor. Në fund të ciklit jetësor të këtyre organizmave në tokë, zbërthyesit do të zbërthejnë kufomat e tyre. Pra, tani kemi të formuar një zinxhir tjetër ushqimor, ku në fund të zinxhirit ushqimor janë zbërthyesit. Këtu i kemi zbërthyesit. Pra, në fotografinë e parë kemi një zinxhir ushqimor me 6 antar: bari, gjinkalla, pretkosa, gjarpëri, shqiponja dhe kërpudhat si zbërthyes. Janë edhe disa zbërthyes tjerë të cilat jetojnë në tokë. Pra, kur do të vdesë edhe antari i fundit i zinxhirit ushqimor, atëherë zbërthyesit do të bëjnë zbërthimin ose shpërbërjen e mbetjeve organike të trupit të tij. Në fotografinë e dytë përsëri kemi një zinxhir tjetër ushqimor: bari, insekti, miu, gjarpëri, shqiponja, dhe në fund të zinxhirit ushqimor kemi kërpudhat si zbërthyes. Në rast se vdes ndonjëri nga këto antar të zinxhirit ushqimor, përsëri trupi i tyre shpërbëhet ose zbërthehet nga zbërthyesit. Në këtë rast, në fotografi, zbërthyes janë kërpudhat. Sipas mënyrës së të ushqyerit, organizmat e gjallë ndahen në prodhues, harxhues dhe zbërthyes. Prodhuesit janë bimët, në mjediset ujore janë algat, harxhuesit janë shtazët dhe zbërthyesit janë kërpudhat, skrajat, mikroorganizmat që i përmendëm më lart. Rëndësia e zbërthyesve. Ato mundësojnë që kufomat mos ndërohen në masë mbeturinash mbi tokë. Mundësojnë që me anë të zbërthimit të qarkullojnë materje në natyrë. Mundësojnë qarkullimin e energjisë në natyrë. Bëjnë ruajtjen e baraspeshës në ekosistem. Bëjnë ruajtjen e mjedisit nga grumbullimi i mbetjeve organike dhe sigurojnë ushqim për bimët, domethënë krijojnë tokë humësore. E tani erdhëm te detyrat e shtëpisë. Detyrë shtëpie numër 1. Shpesh herë keni parë ushqime të prishura në shtëpi. Po a keni menduar kush i prish këto ushqime? Për ta zbuluar se kush i prish ushqimet dhe për të vërtetuar, do ta realizoni një aktivitet në shtëpi. Aktiviteti numër 1. Në një enë vendos ndonjë pemë që e ke në shtëpi, si për shembull moll, portokall ose ndonjë pemë tjetër. Mundet edhe pjesë të prera të tyre. Shëno datën dhe emrin tënd në enë. Enën mos e mbyll me kapak dhe vendose në një vend të ngrohtë në kuzhinë. Në çdo 3 ditë kontrollo gjendjen e pemës dhe mbaj shënime, duke fotografuar dhe krahaso me fotografinë e ditës së parë. Këto janë fotografitë të ditës së parë. Pas 8 deri 10 ditëve do të vëresh ndryshimin e pemës dhe do të fitosh një fotografi si këto dyja këtu të ngjashme. Detyrë shtëpie numër 2. Përpilo një zinxhir ushqimor me 4 antar, i cili përfundon me zbërthyes, domethënë ta vizatoni në fletorin e detyrave. Vizatimet e mëposhtme janë punime të nxënësve nga orët e kaluara që i kemi punuar në klasë në shkollën tonë. Tani e përfundojmë mësimin me disa porosi. Çdo organizëm i gjallë ka të drejtë të jetojë. Çdo organizëm i gjallë është hallkë e rëndësishme në zinxhirin ushqimor. Prandaj, të kujdesemi dhe të mbrojmë ekosistemin nga shkatrimi i dorës së njeriut, që me veprimet e veta e bën zhdukjen e shtazëve dhe bimëve, e në këtë mënyrë prish baraspeshën në natyrë. Të ruajmë planetin Tokë, sepse nuk kemi planet rezervë. Deri në orën e ardhshme, mirupafshim, zënës të dashur.